ke mësu me gatu, Alinda? Është dikush në familje që ndoshta Po, sigurisht e ke nana. trashëgu? Është kuzhiniere e mirë? Po, shumë. Edhe për ushqime tradicionale, se krejt nanat janë të mirat, krejt me përgadit, po si nana jam s'ka. Kështu që e kom këshu çdo herë kur ka përgadit diçka e kom vetë, edhe sot, edhe pse i thom vetit që jam një farë shefi, kështu po prape veti nanën edhe i kom mësu gjanat për saj, sidomos tradicionale, te këto moderne, te këto tash i këshyrim shpesh në rrjetet sociale, në për kështu po, kam qenë gjithmonë marakli edhe kështu që i di, nesra mu martu, Je gati. jam e gatshme me mjas dritë këtyre vjerrës. Kështu që... Mas që ti emisioni do të thotë kanë me kuptu sa e kompletura është po, jam, bre, po djemë s'po ka të kompletuar, moj dilar. Ashtu pak. Se... Një farë probleme, a? E, po që tash, për shembull, më kritikojnë. Nashta ka një herë kur i qes ushqimet në Instagram, s'unë postoj ma shumë në Instagram, t'jedin, edhe shpesh djemë të më shkrujnë, hajde se ke bote, ta ka bon nona jote, a vëdin? Po. Okej, te ke fundit nashta naj tradicionale ka mujt me bon nona jam, po që ato dekorime, që ato sane nona jam s'ka nerva, as nuk merret me atë pjesë. Kështu që, adin, thonë që dhe me kësë jetu e ba. Ta shëtutje kush shkruan qashove që u qenë linkun e emisionit. Po. E kanë? Jo, du me hi live. Do një herë në fund. Okej, du me hi live, ka njerë në Instagram, më po që po gatuj se po më kritikojnë, ka njerë po thujnë si ke bote. Cili është ushqimi që përgatit mas mirë të Arlinda? Valojnë, krejt dhe dishyrë. Nështë edhe peshkun e përgaditi shumë. Mishat krejt, mishna po mendoj krejt, qatë ka mesh edhe kingjën e përgaditi. Kështu që krejt, s'po di. Krejt nështë edhe nuk përtoj heq, thash ma herët nuk përtoj heq. Ma qef ka më marrë 20-30 musafir që oj kry shpejt sa një ose dë, a vëdën se s'përtoj heq edhe i kry. Ajo që ndoshta në familje përgadit mas shumë te, edhe gjatë weekendeve kur mbledh dhe një krejt? Po. Super. Edhe ka njerëz, sigurisht familje, stafrët që më shkrujnë nëse si jeti në shpes po vim, nëse jeti po vim, edhe ne veç i përvjeli mangë. Edhe i imagine. Sa ja del, ndoshta me kon aktive në këtë pjesë kohas angazhime që mundesh me i pas, edhe jashtë sezonës, po edhe gjatë sezonës që ndoshta s'ke kohë as fri me marrë, kështu as me pushu që po në sezon sigurisht jemi në zonën krejt, këngëtar që aknojnë dasma e kështu po, jari edhe ka ndodhë që kom punu të torë në zyre, jom shku kom pregaditur që jem shpejt e shpejt, jom bogati, kom shku ndarësëm. Wow. Edhe jom këthy nështa 2-3 mëngjesit, edhe prap jem qu në 6.